Të dashur miq, dy fjalë sintetike dhe telegrafike mi rezultatin e zgjedhjeve në Shqipëni. Këto 2 muaj fushatës elektorale jam kënë me të vërtet pa azan, nuk kam komentuar, nuk jam marrë hiç me analizat politike, edhe pse ma përpara jam kënë beag i radikal në këtë aspekt. Vërej që një pjesë e mirë e njerëzve që kanë humbë, edhe kanë humbë turp shumë, po fillojnë me kënu, me vajtu, me ato e legjitë të tyne të shpërlame. Dhe në vend si me pas, kurajt mu të kënu, duhen mja mu fajnë popullit. Në fakt, populli, si kur e thash në një artik, në një shkrim shkurt në Facebook, nuk ka votu për Edi Rami, absolutisht jo. Populli ka protestu kundër mungesës së opozitës. Ashtë e tmerrshme, ashtë e papranueshme, ashtë një përdhunim i inteligjencës njerëzore, me pretendu që një leadership i opozitës i stërkonsumum, i plakun dhe i rënum të marrë votat e popullit. As banka një njeriu plak nuk i jep kredi, jo ma me pretendu që populli t'i jap qeverisjen e vendit. Shqipnia, kjo situatë qesharake politike, nuk mund të interpretohet me kategori politologjike. Duhet të interpretohet me kategori të shnetshme psikiatrike. Shqiptarët kanë folë dhe kanë folë qartë. Për te banditizmit, për te kriminalizimit, për te gjitha justifikimit që mund të kene edhe një bazë objektive. Realiteti i vërtet është që në Shqipëni nuk ka një ofertë morale dhe populli, në vend si me votu një pseudo opozit, i ka thënë jo opozitës së rreme. Prandaj ta kapitalizojmë këtë mësim që na dha populli shqiptar dhe të vehna në lëvizje, sidomos ata që përfaqësojnë vërtet historikisht edhe në gene sensin opozitar, sensin e të mirës së përbashkët, dhe mos të ankohena. Ta kapitalizojmë këtë rezultat. Kjo nuk është fitore e Edi Ramës, kjo nuk është humbje e opozitës. Kjo është thirrje gati në konditat terminale të popullit për me gjetë një leadership të denjë që ta përfaqësojnë. Tonë.